Ka hyrë në fuqi rritja mujore e pensioneve nga e cila përfitojnë të gjithë pensionistët në vend. Ky është një lajm i mirë edhe për pensionistët e qarkut të Fierit, të cilët si të gjithë pensionistët shqiptar prej vitesh përballen me vështirësi ekonomike dhe kosto gjithnjëre në rritje të jetesës. Rritja e pensioneve është mbështetje për këtë shtresë të shoqërisë, ka thënë drejtori i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Fier, Andju Soldashi. Ai ka sqaruar skemën e re dhe përfitimet sipas kategorive që kanë nisur të zbatohen nga 1 janari. Pensionet janë rritur për të gjithë qytetarët përfitues, ndërkohë që shtesa financiare do të aplikohet për pensionet e pleqërisë, pensionet e invaliditetit, si dhe pensionet familjare në përputhje me kategorinë dhe vitet e sigurimit, ka theksuar zoti Oldashi. Me vendimin numër 828 të datës 30/12/2025, ka filluar kompensimi të ardhurave të pensionistëve. Sipas këtij vendimi qeverie dhe pensionistët janë ndarë në disa kategori. Përfitojnë deri në 1.800 lekë personat me të ardhura deri në 40.000 lekë që përfitojnë pension të plot urban, pra që kanë dalë në pension me vite të plota, siç kërkon ligji 7703 i sigurimeve shoqërore dhe konkretisht neni 92 i tij. Këtu në këtë pikë futen edhe personat që kanë dalë në pension si minator para kohe në bazë të ligjit 150 të 2014-s, nënat me shumë fëmijë që kanë dalë dhe përfitojnë pension urban apo që kanë dalë në pension në bazë vitit 2015, personat, dhe kjo është e prekshme për po themi zonën tonë, që kanë dalë në pension për shkak profesioni para kohe në zbatim të ligjit 29 për përfitimin për punë e vështirë të kryer në naftë. Pra, duhet ta specifikoj ata që kanë dalë në pension për shkak profesioni, jo ata që përfitojnë shtesën mbi pensionin e pleqërisë. Edhe ata e marrin, por kjo si dhe gjithë kategoria tjetër, pra siç e thash, pensionet urbane që janë me vite të plota. Njëkohësisht, sipas pikës 2 të vendimit, përfitojnë deri në 8.000 lekë, personat me të ardhura deri në 22.000 lekë të reja, të cilët përfitojnë pension të pjesshëm urban, pleqërie, pra që nuk i kanë vitet e plota sipas neni 92 të ligjit të sigurimeve shoqërore, sipas vitit përkatës kur është krijuar, si dhe kategoritë e tjera, përfitojnë sipas pikës 3 të vendimit pensionet rurale, dhe me pensione rurale do kuptojmë të gjitha pensionet që kanë dalë, të gjithë ata që kanë dalë në pension deri në vitin 2014 dhe që pjesën më të madhe të punës e kanë pasur në kooperativë bujqësore, pra në 35 vitin që kërkonte ligji për punën, më shumë se gjysmën e kanë pas në kooperativë bujqësore, 17 vjet, dhe këta quhen pensione rurale. Po kështu, ata që përfitojnë pension invaliditeti përfitojnë deri në 600 lekë të reja, me pensione në vlerën deri në 330.000 lekë të reja, ose 300.000 lekë të vjetra, si dhe pensionet familjare, të cilët që e kanë masë e pensioni deri në 18.000 lekë, përfitojnë në masën 700 lekë të reja ose 7.000 lekë të vjetra. Ka filluar shpërndarja e këtyre bonusave, pensionistët e kanë në llogarinë e tyre, ndërkohë ne si drejtori jemi në dispozicion, jemi duke organizuar pritjen që edhe për të sqaruar personat që e fitojnë apo që nuk e fitojnë, por nga ana tjetër edhe për të rregulluar një gabim të mundshëm që sistemi në momentin e hedhjes proceduralisht sistemi nuk e ka njohur. Kreu i sigurimeve shoqërore na bën me dije se rritja synon të lehtësoj barrën ekonomike të pensionistëve dhe të përmirësoj nivelin e jetesës për këtë shtresë të shoqërisë. Zoti Oldashi ka theksuar se rritja aplikohet automatikisht pa patur nevojë për aplikim nga ana e qytetarëve. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Fier gjithashtu thekson se kjo rritje synon të ofrojë më shumë siguri ekonomike për pensionistët, veçanërisht për ata që jetojnë vetëm apo kanë të ardhura minimale për t'u ardhur në ndihmë në përballimin e shpenzimeve të përditshme.